sikur se është Gjosh Bushi, po edhe plot të tjera, sepse kemi nevojë që paran publike me rujt, ky na ka shtim penaltia shumë të rrezikshme, nëse kena me pagu dënime për shkak të pakujdesisë ndaj ligjit, por kur jemi të ndërtimet, veç edhe e fundit, kemi nevojë me trajtu gjithë komunën në mënyrë të barabartë. Kemi nevojë me çu shërbime dhe cilësi të jetesës e dinjitet në çdo lagje, e sidomos në zonën e fshatit Prishtinës, që ka mbet pothuajse pa u prek në këto 4 vite të fundit. Së pari, publikisht e ftoj prokurorin për me nisë time për këtë shkëmbëhet. Kanë shku mora atje po le të vinë inshallah, vinë se s'po vinë, po janë deponuar me normal që e padisim për shpifje. Po, shlir. Edhe kjo është një numër 1. E dyta, kontrata arkitektit të qytetit ka qenë kontratë korniz 3 vjeçare, 4 milion në vit, pra 12 milion për 3 vite, edhe ne kemi bërë më shumë se 65 projekte sot, me 5 milion e diçka janë shpenzu deri tash, për projekte madhore në kryeqytet, si që janë nënkalimi Agim Ramadani, si që është platforma, si që është platforma, absolutisht. Do me thonë një numër i madh i projekteve, më shumë se 65 projekte që sot Prishtina ka vizion të qartë, ka projekte të qarta, mision edhe vazhdojmë me transformim të kryeqytetit, derisa këta e paguajnë vetëm një projekt 8 milion, edhe thojnë qysh ju është aferë korruptive. Do më thonë, afera korruptive këtu nuk ka prap, e kërkoj që hetuesia, prokuroria ta bëj këte, edhe ata të marrin vendim, sepse ju me kushtet... Sa ka kushtu projektimi sallës koncertale? Për ndërhyjet e zotit Tramat është lejoni... 8 milion. Sa ka kushtu projektimi sallës koncertale? Sa ka kushtu projektimi teatrit dhe baletit? Sa ka kushtu? Hajde të regëm, sa ka kushtu? Sa ke pagu? A ke pagu 2 milion e gjys, veç një projekt? Po, saksisht. Okej? Sa ka kushtu salla koncertale? Sa ka kushtu salla koncertale? Sa ka kushtu? Po të regom ti e din, pse po pyt, sa ka kushtu? Ka kushtu 1.6 milion euro. Ka kushtu 1.6 milion. A kemi financu bashkarisht komuna dhe ministria. E kemi financu bashkarisht komuna dhe ministria. Për një ndërtes si sala koncertale i Shtëpia Mollnave Gërmia, është shpenzu 1.6 milion për një ndërtes. Po, e për çka i ke shpenzu ti 2.5 milion? Për çka i ke shpenzu 2.5 milion? E ti po thu 8 milion janë shumë për 450 hektar Unë nuk po thom janë shumë. Memorial Adem Jashari në Prekas, që i ka gjitha të ndërtesa. Unë çka po thom, është që ti përmend 12 milion, që t'jeve referencat, se vete ke pagu 1.6 milion, edhe jo në regull që u pagu. Mirë po, kur i thu shumë 8 milion, unë nuk po i thom shumë, e kompleksit Memorial Adem Jashari, kjo është manipulim, kjo është manipulim që përgon t'i këtu, e unë po thom që shumë në regull që e ke pagu 1.6 milion, shumë në regull 2.5 teatri operës, 65 projekte janë shumë 6 milion, hajde të regom se, dhe me thomë pse kjo është demagogji totale, gënjeshtër totale, jam morë kohën dhe i saj Roma për shpilën. Njërën anë thu këtu janë shumë, kënej thu këtu janë shumë. A ne i thu këtu janë pak, kënej thu jos janë pak. A janë shumë 8 milion për prekazi, e pse përmene pra? E pse përmene me ta vërtetu që 6 milion për 65 projekte nuk janë... Absolutisht e ki gabim. A ti që shpe interpreton ti? Ti për matë me sa projekte janë hadrua ti. Mënyra që shë ke lidhë kontratën e arkitektit kryeqytetit, hetimet që janë të zhvillu, intervista që i keni bëtje me drejtorat e tu, e dinti shumë mirë, unë e di shumë mirë që ke bëti, e di shumë mirë që ke bëti. Keme u përgjes edhe ti, edhe bashkëpunëtorët e tu, edhe ata drejtore që ka njësë me pas fitimet në dhaja në të vitet e fundit. Këtë kene mu përgjes. Këtë kene mu përgjes. 4 vite mos punë, miliona euro kontrata, jonë pasuru drejtorat e tu se ta shënë të bo gjirët madhe të fitimeve, ke kriju kolegium aty që ja merë rëshvetin para se me shtim procedur, e ti që është manë ders mu. Ti moralizëm këtu, a? Zoti Qeku. Kjo është të mërshme që i ka ndonë Prishtinës këto 4 vite. Abuzim, matë madhë, me buzetin, me pasurin publike. Se në këto 4 vite nuk ka sonë, është të mërshme. Është të mërshme. Edhe 4 vite mi alon këtë Prishtinën. E gjbin pasurin publike këni. Është një person që i ka dhonë fonde vlot vet i ka dhonë fonde, një person që i ka dhonë klikës të ngusht fonde, edhe këtu më folë për moral. Kë folë për moral. Kë sot folë për moral. Ja, shumë. A ma bona akuzën.
A ma bona akuzën për vlohën, Ti ke bo vlohët të në fonde, po. Unë i kom dhënë vlohët të në pare. Edhe bashkëpartijakëve tu... Vespa, deri tash, unë i kom dhënë vlohët të në pare në gjykat. Kanë padi për shpifje disa persona, përfshirë disa bashkëpartijakë të tu, deputet e Lidhës Demokratike të Kosovës. Nese do të kesh edhe ti një, mas i ma bon edhe këtë shpifje, për ndryshe, për të njëjtin rast, unë kom edhe vendim të Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit, që është marrë gjëre gjatë me këtë rast, e ka ullumtu, edhe ka sjell dokumentin që kur, në asnjë moment, unë si kam dhënë vllajt tim asnjë cent. Nuk qëndron, o shpifje, kështu që, mas 4-5 padive, ti e ki padin e radhës, as organizatës vllajt tim, jo, nuk ekziston ajo. Nuk ekziston ajo. Shpifje e ult, qatë që e desperate, që po detyrohesh me hynë familje, që po detyrohesh me bërë shpifje ka qtulta, ti e din fort mirë. As vllajt tim, as organizatës vllajt tim, hiç kërkujt. Nuk ekziston kjo të kanë kallëzu krejt i kom padit për shpifje dostat e tu, komet padit edhe ty, po që tash e kuptova, qetëso, minister, kur jenë gjendje me shpif, edhe në familje. Kjo është tepër e ullë, padim për shpifje e ki nesër, e ki smet me të nontin, edhe një padi kanë me të avoj qytetarët, se duhet me shumë kultura dhe sportit. 3 minuta, zoti Rama, 3 minuta, zoti Qeku. Jo, nuk fola hiç me hongërët kohën për ndërtime. Po, pikrisht. Okej, hajde. Pikrisht. Ne kemi zhvillu kryeqytetin, ne kemi bo plan zhvillimor komunal të cilin e përmendi që se keni bo ende para 2 vitësh, pra është i gatshëm për diskutim publik, edhe me të nëndin kër e fitojmë kryeqytetin, ndër projekt para 2 vitësh e kemi bo të gatshëm, i cili është bloku njëjtë është, do më thonë, i blokum në asamble nga këta që thonë se ke bo. Më thonë, ajo është i gatshëm. Pra, projekti do të vazhdoj edhe kemi të regu se si ne e zgjidhim edhe problemin e funksioneve të ndryshme që sot i mungojnë kryeqytetit. Plani regulativ të cilin e kemi kalu, plani Kalabris, për herë të parë ndonjë plan në kryeqytet, i ka 3.5% të secilit zhvillim të dedikume për qytetarët e kryeqytetit. Pra, nëse 100.000 metra katror ndërtohen, 3.500 metra katror të tyre ju kthehen komunitetit. Për shkolla, për qerdhe, për qendra mjekësore, familjare, për çfarëdo që komuniteti, për affordable housing, pra për banesa të qëndrueshme, për banesa sociale, edhe kjo